Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka drejtuar akuza tash prandaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke cilësuar si shkaktar të krizës aktuale politike dhe institucionale në vend, siç tha ai, po e paguan çmimin e një mashtruesi. Sipas tij, Kurti po e mban peng vendin duke bllokuar proceset politike dhe duke mos reflektuar pas zgjedhjeve. Kjo pyetje duhet i bëhet veç një njeriu mashtruesit Albin Kurtit për fat të keq, jemi duke i paguar çmimin që e kemi besuar një mashtruesi, dhe për mua nuk është befasi. E dini vlerësimin tim për të, por edhe kjo situatë duhet të marrë fund dikur, pra mashtruesi nuk mundet pa kufi me u tallë me një vend. Kjo pyetje duhet i bëhet mashtruesit, ka marrë shumicën e votave, po e mban peng Kosovën, gjithë ne të tjerët jemi peng i tij, nuk bën të shkohet pa kufi. Këto takime të tjera për ralla, pikafe, ky me atë, janë veç hajgare. Një njeri duke u mbajt peng të gjithë Kosovën, po vazhdon t'i bëjë të këqijat, por le ta mbushen mendjen një herë përgjithmonë, ka thënë Haradinaj. 33 vazhdimet e deritanishme kanë dështuar për formimin e legjislaturës së nëntë të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, përveç betimit të deputetëve të zgjedhur, kuvendi i ri ka mbetur i pa konstituar në mungesë të zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve. Partia Demokratike e Kosovës, Liga Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma nuk po japin votën kandidate së propozuar për kryetare nga lëvizja vetëvendosje Guxo dhe Alternativa. Albuliana Haxhiu në 6 tentime ka dështuar të kalojë provimin dhe në mungesë të kësaj lëvizje vetëvendosje Guxo Alternativa po kërkojnë komision për votim të fshehtë, për të cilën Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar interpretim nga gjykata kushtetuese. Kujtojmë, zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt. Mbledhja e parë për konstituimin e kuvendit të ri është mbajtur më 15 prill, që nga ajo datë çdo 48 orë po mbahen vazhdimet të seancave konstituive pa arritur ndonjë rezultat konkret.